Hezbollahu, grupi militant i mbështetur nga Irani, ka thënë të premten se do të përshkallëzojë luftën kundër Izraelit pas vrasjes Sinwarit, liderit Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Irani ndërkohë tregoi se nuk e ka ndërmend ta ndryshojë mbështetjen për Hamasin pas vrasjes së Sinwarit, duke thënë se shpirti i rezistencës do të forcohet. Sinwar, i cilësuar si arkitekti i sulmit të 7 tetorit 2023 që e nxiti luftën në Gaza mes Izraelit dhe Hamasit, u vra në jug të Gazës nga një sulm izraelit. Hezbollahu tregoi këmbguljen gjithashtu, duke njoftuar për kalimin në një fazë të re përshkallëzuese në luftën me Izraelin. Hezbollahu, i cili e kontrollon Libanin jugor, është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Konflikti midis Izraelit dhe Hezbollahut shpërtheu, kujtojmë, një vit më parë, kur grupi i mbështetur nga Irani filloi të hidhte raketa në veri të Izraelit në mbështetje të grupit militant palestinez Hamas në fillim të luftës në Gaza. Në javët e fundit, konflikti është përshkallëzuar pasi Izraeli është duke bombarduar pareshtur jugun e Libanit, periferit jugore të Beirutit dhe luginën Beka, duke vrarë shumë nga udhëheqësit kryesor të Hezbollahut dhe duke dërguar trupa toksore përtej kufirit.